Ndërkombëtarizimi dhe kërkimi shkencor do të jenë prioritetet kryesore të Universitetit Luigi Gurakuqi. Rektoria Blerta Dragusha thekson se studenti do të mbetet në qendër të çdo projekti dhe nisme për zhvillimin e universitetit. Duhet thënë që motoja jonë gjatë këtyre 2 viteve në fakt ka qenë studenti në qendër. Studenti në qendër të kërkimit shkencor, duke përfshi atë në konferenca, në botime, në projekte kombëtare, ndërkombëtare, projekte kërkimore, mundësia për zhvillimin e tyre në projekte Erasmus, në projekte CEPUS, në universitetet të tjera europiane, mundësia e sigurimit të praktikave profesionale të denja për zhvillimin e tyre të mëtejshëm të karrierës. Me nisjen e vitit të ri akademik, universiteti do të hapë edhe programe të reja studimi si pjesë e strategjisë për zgjerimin e ofertës akademike dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Aktualisht kemi 2 programe të cilat kanë kaluar fazën e parë të aplikimit në ministri dhe janë tashmë në fazën e dytë, ku njëri program është një program i cili do të ofrohet totalisht në gjuhën angleze. Gjithashtu po punojmë edhe për hapjen e disa programeve të reja si double degree, diploma të përbashkëta me universitete europiane, por kjo mbetet për të ardhmen. Universiteti Luigi Gurakuqi synon të forcojë cilësinë e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në vitet e ardhshme.